Edukimi i fëmijëve është një nga përgjegjësitë më të mëdha për prindrit ndaj pasardhësve të tyre. Forma se si zgjedhim t'i gëzojmë dhe t'i frymëzojmë fëmijët tanë lë gjurmë në personalitetin e tyre. Ushqimi shpirtëror dhe intelektual mbetet trashëgimia më e vyer që një prind mund të bëjë për fëmijën e tij. Kur fëmijët tanë kanë një fest apo një ditëlindje apo diçka tjetër të veçantë, është mirë që ne të investojmë jo vetëm me dhurata luksoze apo rroba e gjëra të tjera siç blejnë zakonisht prindrit për fëmijët e tyre, por është mirë që prindri ta ushqejë fëmijën e tij me libra, pra me urtësinë e librit, dhe të zgjedhë për fëmijën e tij e librin më të përshtatshëm për moshën e tij. Në këtë mënyrë, prindri është mirë që të vendosë një dedikim sa herë që ai blen një libër, në mënyrë që së pari t'i ushqejë mendjen dhe shpirtin. Të nderuar dëgjues, është mirë që ne si prindër t'i mësojmë fëmijët pra me edukatën e të blerit të librave. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: nxitoni t'u mësoni fëmijëve tuaj traditat e diturinë tuaj, para se t'va paraprin kundërshtarët ose njerëzit e devijuar. Marr ky hadith nga Al-Kafi. Si përfundim, dhuratat më të mira për fëmijët janë ato si libri dhe dija, sepse dhuratat materiale zhduken dhe harrohen me kalimin e kohës, por dashuria për librin dhe dijen mbetet një dritë udhërëfyse për gjatë gjithë jetës sonë. Prindrit e urtë investojnë në mendjen dhe zemrën e fëmijëve, duke e pasuruar atë me artin më të fortë, që është dija dhe adhurimi. Pra, të nderuar dëgjues, është mirë që ne si prindër t'i këshillojmë dhe t'i trajtojmë fëmijët tanë sa më shumë drejt dijes dhe librit, që atyre t'u bëhet edukat që në moshë të vogël se si të përzgjedhin libra apo ne t'i ndihmojnë për të përzgjedhur librat e moshës së tyre.